Shikoni këtë thumbnail nga debata sa i rrezikshëm ka Ken Malsori e me siguri ka kërcnua me pre Hoxhën në qaf. Por kjo vllazën nuk o realiteti, për ata dua me bon shqyrtimin e debatit tim me Hoxh Jahir Beqirin në zemrën e Dardanis në Prishtinë. Vllazën e motra, si me përshkrua këtë debat në 3 fjalë: Beni, Vidi, Vici. Erla, pash, fitova për lavdin e Jezu Krishtit e për nderin e popullit i liro Dardan, i cili është pa i peng, i cili është pa në ignorancë nga këta hoxha ignorant. Të gjithë janë të njëjtë, se besojnë e Muhamedin ignorant, që vetë Kurani thot për ta se analfabet që s'ka dit me shkrua me lexua. E meno sot në shekullin që jetojmë na, me besua ato nga shekullin 7 që jasa tërë s'ka dit me shkrua e me lexua. E për ata ignoranca, vllazën e motra, u dolin e dritë, se vetë hoxha tha, po tha, gruaja ka sperm, tha, por është e hollë. O, edhe tha pësot në shkencë këta, po të kishte gruaja sperm, atë në që më mba mua, sa i gruaja kime godit gruas mi, se ka sperm, kime ja qitë pak sperm, edhe kime dalët mija shumë të bukur. Ignoranca dhe në kulm, a i vetë tha se sperme e burrit del nga korrinzi i shpinz, vllazën e motra, po s'mujnë me qitë me mua, se unë jam malsor, në malsi kem trell desht, që mos me ba ma qenja, se ne dime ku prollohet sperma, thote tanë shkenca e bote se pëson ta. A kini pa çfarë marrinave fol për mbretin Fistini ju si ka lan 1000 deve për që me tregua se ku është Jezusi që je hulla me shpall, ku është Jezusi ren mas renet, kur i thosha po ku janë vërtetimet për këto, thote i cili libër e shkrua këta. Historia islame, kjo me tha si me tha historia krishten, por mes me tregua kush e ka shkrua, në cilin shekull e ka shkrua, me tha me pa e ka shkrua Irineu, apo Agostini, apo Shëntoma, apo Benedikti, kush e ka shkrua. Vllazën, çka kjen baza këtu? Baza kjen, se ata kanë menua, se unë kom me dalë, si të na dele tjera që kanë dalë, s'po dua me ofendua, ka, por shumë dele, shumë katolik që kanë dalë, edhe kanë neja aty, si qenjat mes ujqeve lejprave, e kanë folë bukur, po na jem shqiptar, po jem mirë, po s'munesh me kjen shqiptar, nëse do mjallon vajzën 9 vjeç, nëse do mjallon vajzën 9 vjeç, me ta përlunua dikush, një burë 54 vjeç, hoxha tha, po tha, ja kish la Muhamedit, sa është sokol, ta pa disa sokolja kjen, po le me kjen maj sokol i botes, edhe me kjen edhe ma sokol se unë, që nuk ka fort ljetë, vllazën e motra, me kjen Brad Pitt, me kjen çdo model i botes, vajzën 9 vjet, tërp e smurje, daljen edhe prifta tonë, thot, po shqiptaria, na jem shqiptar, mos me përqa, e ky do mjallon vajzën 9 vjeç, do më napsua me lon fëmijë 9 vjeç, burrave gati 16 vjeç, më naj qaj, më naj plas, mos përqahna. Vllazën e motra, nuk ec kjo me mua me Malsorin, kom dali pregaditun me qit ignorancën e tyne në dritë. E ata janë këtë pregaditun. Janë pregadit më mëzon në kurth, por kanë ra në kurthin e vetë. Shikonje emisionin, të vërtet nuk kom as pak jëllnim, se o kje një loj fantastike, një loj shumë e bukur me shumë emocione. O shpallë e vërteta, nuk ljollëm mu se sa kanë këtë kudra mbet. Kushëm ka ban kurth, nuk ljollëm për kurse, nuk ljollëm as për këtë thumbnail, që se kanë ban thumbnail, e kanë ban Luiq Perkaj e ofendon Hoxhën. Edhe më kanë mu ka ban i kështu si t'i shak, jam unë të i tha Hoxhë s'ko me të prejnë qaf. Qka është realiteti? Realiteti është se asë një herë nuk e kam ofendua Hoxhën. Me ka tha ti e qenë, ti e matrapas, ti e rens, ti e kurkushi, ti e azhan, ti e ignorant. Edhe i kom tha, Hoxhë, faleminerës, unë nuk e ofendoj shqiptar, zotit e bakoft, unë të faljellën në fundin e emisionit, u shkputa të na, i kom tha, kanë dëgjua ta që në ke prezent zotni, nëse ti s'do më malon dorën, unë prapjo më gjendje me të puth në faqe se je shqiptar, apo shpresoj se je shqiptar. Për hirë të shqiptaris,
unë të puthi, por për hir të shqiptarisë e le baj debat deri në vdekje. Vllazër e motra, një gjë do me bë. Shumë njerëz që më njohin më kanë shkruar se thot më shumë i ka hillrua Sadri i meri se vet hoxha se jo dukt e pa drejt sa është munua Sadria me dërhy e aj me debatua e tona këto gjëra. Por vërtet vllazën unë nuk e pajsoj, jam da mirë me ta, i kom kuptua tona këto. Por kjo vllazën ka kjen luft, ka kjen loj, ka kjen fantastike. Edhe nëse i ka bo Sadria tona ato, jem da si vllazën. Se të gjoni vllazën. Sadria po merre lë shumë penges nga vetë muslimana që tash janë tërprua e thot pse ke pru malsorin aty, ty duhet me ta myll kanalin. Atërna, kë njeri, nëse janë të me fyëllona tjetër, mos të fyëm na se unë e fali. Të gjithë të kanë pa qka ka nëllë, por prap respekt për atë vlla se kem ndaj bashk, jem përqafua, kem shkua. Vërtet dua, personalisht, me falenderua, një bodyguard të ti, pa, kushrini ti, ite një burri, kom tha, Toro Volga, Dardania, o knaq në debat, njëherë Sadria e le thiri me hemën, që nështë ka nevoj me dërhy, për me mua s'ka nevoj me dërhy. Vërtet ka nëllë momente, që hoxha, jo të vetëm se më ka ofendua me fjallë, po le më ka ra, mundni me pa në program, si kom tha gjaj, kom tha, mos më vje më rëbor, se jam të mja ytë, ja që kom pa, ta shtojnë, unë kom ofendua hoxhën, shikoni ju debatin, unë nuk ofendoj ka, se kur të ofendoj di ka personalisht, unë nuk merrem ma me këtë punë, se Jezusis në ka tha, hajtë ofendoni njerëzit, po shpalni të vërtetën. Unë kom shku atje me një jetë, me shpal të vërtetën dardanve të cilët i kanë maj ignorant me shekuj, këta hoxha ignorant që besojnë ignorantin analfabet nga shekulli 7. Kom hi në atë debat i pregaditun. Kom tha, o zotnet nolli qka të ndolli, jam i gatshëm edhe me fliju jetën për popullin tem, se Jezusi thot s'ka dashni me male se me luru jetën për tjetrit. E unë me shpallë vërtetën të rive dardan, të cilt i majnë ignorant për xhamia, unë i kom dal në zemrën e dardanis me ba këtë debat. Këta të vërtet kanë mendua se ka me shkua debata si që kanë da ata. Me ba hoxha ligjerata si në xhami, e unë vetëm me nej, me ullë kryet për toket, e me ba që ka ba në xhami, e me tha alhamdulillah, pa me ditë se që ka është të me folë hoxha. Unë nuk e kom ba ata vllazën se e bajnë mjaft me rinin me maj ignorant. Unë kom dal i gashëm, që ka të ndolli. Ele s'ka kush që i ka muj me mljeviz. Ele të më kishin qit uj të balë për me kret, nuk kisha ljeviz, e nuk kisha ik nga programi si hoxha 3 herë, që allok put pak programi, që sa kohi ka marrë shkretit Sadriqit vërtet më lep, sa kohi ka marrë me këthye në program, se ka menuaj se ka me arë me ban ligjerata. Po nuk lejojnë ligjerata, kërkohen fakte, a kini paja, nap Kuran të sha lexoje, gati e përbus të Kuranin, trypnohet nga libri vetë, këta trypnohen nga feja vetë, e unë nuk trypnohem, unë qëndroj, për ata kom qëndrua, edhe të më kishin pjek në helë, si që kanë pjek Kol Mirin e Mark Mirin dhe Dvukaj, nuk kisha ljeviz, jam kjaj gati vllazën, kom shkuaj pregaditun në Dardani me tregua kush janë malsort e ku anë ngrit flamuri pas kohë Gjergj Kastriotit, gati 500 vjet ba Gjergj Kastriotit, në Deqiq, njekësit, Dexhojuli e njekësit e ti. E Dexhojuli ka lan farën e vetë, ka lan bir shpirtnor, ka lan nipat e ti në malsi e kom dal me atë qëllim, se na thone, se apo hoxhat i mësojnë në Kosovë se nuk ka shqiptar në Maltezi. Na jem ajka e shqiptarizmit. S'jem lëkund kur, e s'do të lëkundemi kur, si ka tha që ju baj famshëm tash Fran Lucaj, 500 vjet me turk e 200 vjet me shkja, nuk na mujti kush, s'patën që ka në mba, edhe prap s'kini që ka më në ba, se na don zoti si jem, e don zoti që na meri për tri,
popullin shqiptar, e për ata në Dardani mo knaq zemra se janë të me kthye në fenë të parve, se janë gji me ignoranta vllazën e motra. Menoni vllazën e motra, mua me qojnë islamofob, e unë dalji në Prishtinë, unë dalji në Kosovë, shetis i lirë se dua popullin tem edhe ju thonë vllazën, edhe se marrë kërcnime, e malsort kanë tha ku i ka tha Gjon Berisht, a jej marrë medal me atë njeri kanë me vra. Po unë nuk i frigohëm shqiptarit, unë kom ec në mal, me ora, natën në bjeshken korita, pej korita e të Enrika vec, që i ka ujq, e ka rusha, e sëm ka hi friga. E jo më hi friga pej vllaznëve shqiptar. Mujnë me kjanë do Taliban, po le më mbra punë e male se ka dek dhe gjëllulje, ka dek kolja, ka dek marashut si gjyshinon se me pej shkjaut e pej turkut e pjetërucje, e Gjergji Micku da gjem që e kanë vra shkau, kem dek brez pas brezi, s'ka heroj që nuk dek për kauzën e vetë. Vllazën, si mune me kjo islamofob e mu dal haptas në Dardani e shpalli dashnin e Jezu Krishtit e të vërtetën popullit shqiptar. Unë dalji në terenin e tyne. Pse dalji? Me shpetua popullin. Pse? Se Jezusi mas vdekjes, në shpirt thot Shën Pjetri në Bibël, zbriti në ferë. Çka me ba? Se djalli i kite robnua popullit njerëzit që kishin dek para Jezusit. Jezusi ja merr çelësat e ferët e i thot, nuk keme i paj popullin të ma këtu. Delni të lirë, e janë të shtëpia ati tim, e le unë e bona ata. Zbrita në këtë debat. Apo unë grita në Dardani, për një gjanë, me shpetua të rritë e Kosovës, mos me i besua këta njerëz ignorant që i mësojnë çmos e nuk u napin vërtetime as për njëse. Veç thojnë, believe me, trust me, me beso mua, ku o referimi hoqë? E thot historia, ku, si, as një referim s'ka lënë bashkëdimisht tanë kohën. Vllazën e motra, me qëllim kom shkua, se Sadri meri ma ka lënë lene le me bane Skype. Nuk dua mu fshe, se fshehen kuj, si fshehem kuj, thone islamofob. Islamofobia o me pa frik nga diçka, me pa një frik të pa arsyeshme. Me frigua Talibanet nuk ma pa arsyeshme, por unë s'kam frik. Sa që ka islamofobi, a i friget, a i frigohet, është smurje psikologjike. U kom dalë në terenin e tyne, me çkatrua gënjeshtat e djallit. Sepse çka bën Jezusi mas pagzimit? Shkon në shkret e tirë, agjnon për 14 ditë, e çkatron të gjithë kurthet e djallit. Besonin vllazën, mjan kja mu shumë kurthe, ju e kuptuat, ju që ka e keni shikua, nëse se keni shiku tjerë, në fund, hoxha ju ilnua Sadri meri tha, nuk jem përbajt pyetjeve që mi ke lëm. Pyetjeve që mi ke lëm. Unë kom pyet për temën, i kom mesazhet. Unë i thaq Sadri merit, për të vërtet s'kom e qitë, se ja kom la fjallën e malsorit, se nuk kom e qitë tekstet që i kem personale, që i kom kërkua temën, mua kur s'malla. Muni me vërtetua shumë lehtë me një video, por s'dua, ja kom la fjallën e malsorit, edhe ja maj fjallën e malsorit që nuk e qiti. Kom shkua si Jezu Krishti në shkret e tirë, me çkatrua argumentet e djallit. Janë munua e më mëtunua me Bibël, që Kurani thotë e vërtet, ky thotë e s'është e vërtet. Sa e vërtet, Biblia thotë e Kurani thotë sa e vërtet. Nëse nuk e njeni Ungjillin, thotë jeni asgjë. Ashtu edhe djalli o munua me tunua Jezusin në shkret e tirë. Me tha, nëse je biri i Zotit, baj gurt buk. Çka thotë hoxha? Jezusi s'ka tha sa biri i Zotit. Krejt Ungjilli thotë biri i Zotit, për atë vrasin se thotë ti e bane vetin bir të Zotit. Menoni vllazën, krejt po e kom ban si Jezusi në shkret e tirë për lavdin e Zotit, për nderin e popullit shqiptar. Disa prifte, disa katolik kanë tha, po ju i gjën kja te për agresiv. Po çka kish i ban ju? Debat 3 kundra 1. Me gjithë çfarë kurthesh, çka keni bën? Çka më bën ju? Çka bani ju me u futën shpellë me ujq e me lejpra? Çka bani ju? Rrini qete i thoni ujkut po me ha. Po unë nuk jam as i njerëz më rebur. Se ju kom shikua more prifta, ju kom shikua kur keni dalën kojshia show. Po kja tyrp me pa çka keni bën. Nuk keni pa as pa guzim me shpall Jezu Krishtin e të vërtetën.
Pun të kisha ata si ju, për ftyrë njerëzore, mu dukt u i menqëm, e i bukur, e më mljavdua, a qfar djallit, unë s'kisha dalë atje as pak. Unë dalji me një qëllim si shëmpalli që ka në troje tona me shpall Jezu Krishtin. Jam në shpel me ujq, 3 kudrani o ba në fund. E unë menaj më u tha, po mirë hoqë, ba ligjerat, e unë po marë pak gjumë. Jo vlazën, nuk bëhet ashtu, është juft, a kje si boks, si një meq me boks. Unë pregaditëm me ba boks, me një hoqë, që nuk e kom ditë, sajmen që ma që ka veç, zakonisht, unë jam i gati me dëbotur, gjdo hoqë, se të gjithë janë të njajtit, se besojnë një alfabet. Por ky hoqë, prapë se prapë, ka repeticion si hoqë. Unë jam pregadit, jam përqendrua për këta. Po meno, aj munoj me hap shumë tema, për gjithë ka më tha, po rren, malësorit kur i thua rren, unë s'muni tash me te me kaluan tjetër temë. Sadri meri moderatori, thote, po prit, thote, unë bëj pyetje, po ti shoh që i hapi 5 tema, e më thote ti po rren, a menos nuk me tha mirë, pra, unë po rren që me menua opinioni se po rren ju. Jo vlazën e motra, nuk bëhet ashtu, burri mahet për fjallet, burri dërsyhet. Kur më thote ai mua ti po rren, unë ja qisha faktet. Bam, 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 bam. Një pas tjetrit për gjithë shka kam lan fakte. E qka kom da me ba unë? Me ne i qetë. Hoxha do më godit me rrena, më thotë rrenës, i hap ka 5 tema, e qka nëllë? Si në bokë që në loblo, kur bjetre shëkanve, e referia, moderatori, në vend se me tha, jo zotni, qka jetë të ba? Aj, më qërton mua për shemull, a mërvesh. Po prap po thom, as pak i ndullim për këta, a kjeni luft e mrekulluash me vlazën e motra. Nuk ilnoj mu sa drite, kom përqafua më revla, jom shok me ta, kom shkruar dhe pasatyt me ta. Por prap, ne dim të vërtet se nuk bëhet ashtu. Do me tha, menojt si li boksere, ele kur oke Mike Tyson, në kohën e ti, kur ka gjylzua karjera ti, me ora me një, e me artë tjetërin mja fut grusht pas krejet, së më zdisha me ka jam të ljuftua, me moderatorin, apo hoxën, apo me tjetërin. Unë duhet me nej vigilant, me kjej gati me shumë energji. Po pëse s'ka nej, thone Luigi, bute me folqet, po me thonë, po mirë hoqë, ti po më thua qenë, e matrapaz, e rrens, e se gjithë ka rren, e ku por t'ja faktet Kuranit, e po t'hap Kuranin me lezua, ti thua rrenu, me tha, po mirë hoqë, e më falj pra, për hirë të shqiptarismit, e për hirë të dashnis, nuk ecë kjo more vlazën, bo një burra, po që kjo punë? Na ka kap modernizmi edhe ne shqiptarëve më rëborë. Një modernizëm në botë që dhe mek për hirë të disa temave duhet të në munashtrua. Jo, e vërteta ka vetëm një ftyrë. E vërteta ka vetëm një ftyrën e Jezu Krishtit. Nuk e vërteta një mi ftyra. Mirë, ti ke drejt, unë kam drejt, tanë kem drejt. Jo, e vërteta ka një ftyrë. E unë kam tregua ftyrën e dhe vërtetës, e këta kanë tregua shumë ftyra. Prap, nuk ilnohëm vlazën, por pe e baj kështë qyrtim për ju, se po më shkrujnë shumë njerës, e po më thonë të lutëm me thirë, dua me bjesedua me ju, po s'kam mundësi vlazën me ju lonë përgjigjet e gjithve, se marrë me qindra kërkime, ju kërkoj falje, por s'munëm. Ata që më njohin, mundi me i vetë, njerëzit që i njohë, edhe njerëzit që i shoh për Malsi, apo në Kosovë, ta njerëzit i përshëndes, e kur më thot dikush shikoj në video, pyt një doj njeri, aja kom këtu e shpiden. I kom tha, kush je si ke emnin Zotit Bekoft, nëse kom aq kohë me ban. Por s'kom mundësi me illa përgjegjet gjithë kujt pe e bajnë e këtë videoform për të gjithë, e po munon me prek shumë të tema që shumë mi kanë prek. Vlazën, unë nuk e kam hi kësaj pundje. Unë studioj Kuranin e Islamit ashtako. Unë tregova, u debatu pa kush e din Kuranin ma mirë. Të gjitha citimit isha në krye, e leva nefsha vërtetimin për gjithka. Kur s'do të me ledzua hoxha e ledzosha unë, kur s'do të me ledzua hoxha e ledzot e Sadria. E keni pa, të gjitha kom la vërtetimet për gjithka. Po këta e ka një taktik. Në debata, me luaj balën e rrugoves. Me kësye nga një temë në temën tjetër. Me hap shumë tema, me hap shumë sulme, të me menua se tash ka me dërhy moderatori e ka me u kaljon një temë tjetër që këto me të pa përgjegjuna. E për ata i kom majun, kom tha, jo, nuk të ljajoj derisa të përgjegj. E kini pa për shembull kur tha Sadri Meri, a ka vdek Jezusi si ateist.
Unë I kom të gjitha përgjegjet vllazën, por dosha me pa sa dije kanë këta. I thon ku I referohet Jezusi kur thot Eloi Eloi lama sabaktani. Normal se Sadria nuk dite. Atë na pyes hoxhën. I thon me kellën Zabur, ai nuk din. Normal pse prit shaun që më thau ai a din as din. Që me pa I herë na a kanë dije. Normal se mua s'm frigote ajo punë, që me la përgjegje, se mua di se 5.000 vjet. Edhe para kohë, 1.000 vjet para se ka vdek Jezusi në kryq, është profecia në Psalmin 22 që thot kanë mja kryqëzua këmbët e duart e tij. E kjo ka ndodhur me thënë 1.000 vjet para Jezusit, disa shekuj para se kryqëzimi I romakëve është bën zyrtar si dënim për kriminal. E Jezusi e nis Psalmin të me tha o Zotim, pse ke hjek dorë prej meje? Që kur Jezusi thot këto fjalë, ata që janë të pranueshmit, hebrejt, ata e dinë e thonë, wow, këtë e ka ai për të cilin ka profetizu Davidi. Por pse rrisha unë 5 minutë pa me lexu ata? Se dosha me pa a kanë dije. Se hoxha thotë librat e Allahut janë. Taurati, Zaburi, Ungjilli. Pa I s'din që Taurati. Pyti ti çka Ungjilli? Ju thot keni Mateun, Markun, Lukën, Gjonin. Po ajo është Ungjilli. No thot Ungjilli ka zbrit. Me pyet hoxhën, ku ka zbrit, ku të lexoj ata s'dine, se I vetmi Ungjill që ka ekzistuar janë Mateu, Marku, Luka e Gjoni. Ungjilli është jeta, vdekja, ringjallja e Jezu Krishtit, këta përbjellja e fjalës çka është Ungjilli. Që këta ka ecë kështu vazhdimisht. Por prapë po thom, unë nuk jam shqetësua, nuk jam ankua. Se, a dikush janë kritik që më nervozojnë më shumë. Katolikët e disa prifte, se thone, tuhet me kja qetë, po, me kja I qetë. Shoqim vjen me dorë, unë përbaham se burë, po nuk rëja ty tash, me tha, okej, këput një këtë pjesë, që mos të shokush. Jo, të keqen duhet me përbal vllazën e motra, priftet katolik. A kini lexuar Mateun 16 doherë? Çka thot Jezusi? Dyert e ferrit nuk do të kapjojnë mbi kishën. Përse qëndrojnë dyert? Dyert qëndrojnë për mbrojtje. Çka do me tha ata? Se kisha duhet me thye dert e ferrit e me I shpetu njerëzit, me I shpetua e me I prun e liri, si që ka bën Jezusi që ka zbrit në ferr, e I ka tha djallit, ami qelësat e ferrit, me hap derën që me ardhë, fëmia e Zotit, në mbretrin e atit e tyre. Po ti kjo gjan, me ne I paq. Po, rriti paq, sa të hanë ujku, edhe ka me të hanë ujku, edhe krye misioni juj. Nëse doni, me kja prifta nëzit një popullin, e mua më kanë nëzit, ndardani, sa kom ne atje, ish musliman, çfar fejet vllazën e motra, çfar dashnijet, çfar fuqijet, çfar bujarijet, njerëzit që s'kanë buk me hangër falin tokat me ndërtu kisha në vendet e tyre. Në pronat e tyre. E ju rrini e u thoni po kadal, mos I grabit një njerëzit në pakzim vllazën e motra, aty në zemra nuk u rri rahat, duhen mu kthyet e eshtat e parve si ka tha Bjerim Nika, që me nderua eshtat e parve të tyne. Po çka jeni ty fol more vllazën? O, Zoti dashur, më thot jari, më ka shkruar shumë prifta, pse Luigi nuk ka maj paq. A I shekja ti paq me 3 njerëz, si me kja me 3 njerëz në ring. Edhe keni pa, kur e kanë prunë dhe tretin, çka me bëmo, I thosha unë, çka kjo mëre burra? S'do të me lexu Kuranin. I thosha njerit, Zotni, thot po më fyë. Sadria thot po nëse fyë, mos e thirr ashtu. E kem shprehje në malsi, është me nderua dikon. Një njeri pej malit, I thom Zotni, unë grisa ta, e lavdoj, jo thot thum baca malit, po sta di emnin më rëbur, po me të nerua thom Zotni, kur sta di emnin. E kur I thash baca malit, apo lexon, që I thot tu me pamarlonje me vajz, agje, daje, teze, hale, no, ti kjo vendu hoxhën se ka petkun, cilin petk, ka kapelin e Osmanve. Jo, nuk ka kapelin e Osmane, nuk ka turk. Po mirë, sa turk, më di sa shqiptar. Por e ka kapeljen e turkut. A kupto? Krejtësi që kanë pa Osman, luftetarët e tyne, e njerëzit në pushtet, ashtu e ka kapeljen hoxha. Unë kjartë ju thaq, unë nuk di që ka dikush, po nëse dikush vjen me kokard, me 4 së, unë menoj sa sërb,
Nëse ky vjen hoxhat me kapelja që kanë, unë atëherë menoj se janë turq. Tim shkupi i malë, nuk i ven këto. Ai hoxha është. Po e ven plisin shqiptar. Unë ati si thom turk, e ke simbolin turk në krye, ke simbolin shqiptar, vllazën e motra. Do me tha, çka e ka ndodhë si përfundim? Si përfundim, ju thaç, edhe në psikologji, kur hupet debata, kur nuk ka arsye, kur nuk ka fakte, ku kalohet? Ne emocione. Po kush ka emocione? S'dua me ofendu gratë. Por gratë matën me emocione. Gruaja do emocione. Më ka ljandua, më ka gëzua ditën se më ka tha sa e bukur je. Po burra, çka bojnë? Burra duan luft, burra duan fakte, burra duan me shpetua popullin. E unë kom dalë në Dardani me shpetua popullin tem, me shpetua rini, se sa musliman po më shkruajnë privat, falenderoj malsor se zbulove, damaskove islamin, e damaskove gënjeshtrat, e du mu pakzua, e juftoj vlazën, shpejt, në vushtri, kanë me kje pakzime masive, nuk i organizoj unë, i organizoj Jezu Krishti, se këto vepra nuk i organizon njeriu, është frymëzimi i Zotit, por juftoj, kanë marrë vlazën edhe nga Amerika, nga Gjermania, nga gjithë troje tona, ju që jeni shgënyë e kini pa islamin real në këtë debat kundra malsorit, shkoni në vushtri e pakzoni ju në mandatit e birit e shpirtit shenjt, që më rikthye të feja e parve, që më rikthye të Jezu Krishti, po, bëni kryq në mandatit e të birit e shpirtit shenjt, jo në mandatit e të birit e të gruas, Maris, si që mëson Kurani, hoxha, doshin me folë për Trinitet, po as Allahu s'din çka Triniteti. Unë me nej, 2 orë mi u shpjegua Triniteti, ata se din bazën vllazën e motra, se Kurani nuk e thot mos besonin Trinitetin, hatin birin të shpirtit shenjt. Po Allahu i thot, o Isa, a u ke tha njerëzve me të besua ty e nënën tënde 2 zota përveç meje. Qikurja kurva, thosha këto fjalë, vllazën e motra, a di si bashin, si mba fut rentin mrapa, se s'dishin si me përbalua, doshin me folj për illojtarin e kisha, se thot pse ljutni atyne që janë vdekun, po vetë Kurani thot ata që kanë vdek, në hirin Allahut, apo si për dëshmor për Allahun, mos unë janë vdekun, janë gjallë, shetrit janë të gjallë, vllazën e motra, Nën Terezja është të gjallë, e nëse i thomu Nën Tereze lutu për mua, unë s'jam të me folj me vdekunin, jam të me folj me gjallin, se shpirti i saj është i gjallë. Unë të në valash shpjegimet vllazën e motra, i zesha ngushtë thot, ju keni trupore. Po, tash patriotin, Sadria Spaktit tregohet patriot, i thom ende roti bustin e Gjergjkestriotit. Po, patër nga qka ke problem për shembull me se dikush e nderon një plak, do me tha që s'kan lexua, po si pas figurave kanë mësu fen, e prek një figure e thot, o Nën Tereze lutu për mua familjen teme. Mua kjo se m'duket as pak e pa arsyeshme, nuk ka illujtari jo me kriju një Zot, e jo unë me marë për shembull fotografinë e babsem e me puth, e nëse besoj të sante Zoti me tha, o bab, nëse jenë qiell, lutu për familjen tonë. Po a pat ku illujtaria? Illujtaria është që, ba spjegova, që ka tha Muhamedin ditët e fundit, guri a i meke që tha meteor, po dhe me ke meteor nuk ka Zot mëre me allurua, thot ka me pa 2 sy, e gjuhën, e ka me dëshmua, a e kini prek me sinceritet ajo, me miliona shkojnë me prek një gur, vllazën e motra, do gura leca pak zez, a janë illujtari, e ta i muri shkojnë e gjuajnë me gur, e u kur thonë njerë, që ka një të bon? Jem të vra djallin, dë gjallin. A merë një vesh. Unë, kur jam kënë debat, vërtet, o kënë luft. E për ata që thonë, pse jam kënë agresive kështu, sa luft vllazën e motra. Por duaj mi ju vërtetua diqë. E di se kom luftua me hirin e Krishtit. Nuk jam pregadit, nuk mi ka nga pyetjet, hoxha e shpalli vetë se ati janë nga pyetjet, ju lënua Sadris, o i shkreti Sadria, pra po thonë, mos ofendoni ju, se kanë me ofendu ata. Por, çka thot Jezu Krishti? Kur shkoni, diku me shpall të vërtetën, mos u pregaditni në atë mënyrë, që ami pyetjet e unë po na përgjegje. Jo, thot, në atë moment shpirti shenjtë këm një frëzua.
A di kur e kom kuptua se shpirti shet ka kepi mua? Sot natë e kom këshirë debatin e plot. E të vërtet, jo me lufdua vetin, por lavdine e Zotit se s'jam këtu për veti. Për ata, deri tash, që ma kanë kërku njerëzit emnin, kur kom dalë TV Arberin, unë as emnin si kom lakuj, kom dalë si Shejh Malsori, se nuk veju fotografiat e familje, se fotografiat e mia, nuk ke bojnë këta për me nderua Luigjin Perka, je boj për me nderua Malsin, me nderua Shqipnin etnike, me nderua Jezu Krishtin e fejën e parve. Se kom bën këta për lavdin teme, por kur e kom pa debatën, nga dalë kom tha, nuk është një gjanë që shpirti shenjt nuk më paska frymzua që me shpall e me gjithë referime e mballurua të gjitha. Sa referime më lanë ata mua? Zero, sepse janë pësua në xhami me ban ligjeratat e gjata, dhe që njerëzve dhe më mërzit që jasë më mund bëha përgjigje. E kur ju bajnë përgjigje, thot, mos se pytë Allahun. Nëse ke ban pytje në fe, ti ke hup fen. Po jo, mëre vlazën, në krishtanizëm e kundërta. Fide e dracia, feja e arsyeja, tash janë do gjana që te i kalojnë arsyen, por nuk janë e të pa arsyeshme, vlazën e motra. Po vetëm se nuk i kap mendja njerëzore, për ata bota perëndimore është zhvillua si është zhvillua, se kem besua në filozofi, kem besua në shkencë, kem besua me shqyrtua, kem besua lën kish mu ban lufta, që një njeri me tha, je këte pëso shkencë, nështë një peshk me tha, nuk e vërtet, jo kështu kisha e në fund e ka zbërthye që, po mëre ky njeri ka drejt, shkencatar që kanë themeljua, shkencën në botën perëndimore, të gjithë janë kje besimtar në Bibël. A ka pa që në ju peshkëp, a njerëz i ka kudështuar i ka djeg. Po, por, këta e kanë ban, pse kanë zbulju në Bibël, e kanë zbuljuar nga arsyeja, e nga përshpirtnia se këto gjane janë të vërteta. Nas kem dalua me tha, mos mendoni, mos shkruni filozofi. Filosofia, ondashni për diturin. E në islam është e kudërta, u thot, mos fol, mos e pyt Allahun, nëse ke pyt Allahun, atërna e ke hupfen. Normal, në këtë debat shumë kanë me hupfen, por vetëm në islam e kanë me pranua fenë të parve e juftoj në pagzime masive, që të kthehemi vlazën, se besonim, shikonim, ma të varfrat e ma të mërmetunar shtete e ma shumë ditë korupcion në Evropë, Shqipnia, Bosna, Kosova. Pse? Se ka me të kjo ideologi, se kush u prim për para, këta hoxha, si këta që kom ba debat me ta, këta njerëz, e qka thot Jezusi? Nese i verbri e njek të verbrin, qka kanë menol? Të gjithë kanë me ra në shpel e kanë me u myt. E unë nuk kom shkua në Kosovë, që me myt ka, po do të lutëm edhe për hoxhën, e për Maliqin, e për Sadrin, e të gjithë. S'kom shkua me ju myt vlazën, po me ju shpetua, e me ju prun të drita e Jezu Krishtit. E do të lutëm për popullin Dardan, o Zoti dashtun, bekoje popullin Iliro Dardan, bekoje popullin ton që të kthehet të vërteta, të shqyrtoj të vërtetën, të pranoj të vërtetën. E Jezu Krishti thot, unë jam ulla e vërteta e jeta. E Biblia thot, Zoti aq shumë e deshi botën, sa që çdo njeri që besoj me to, mos të birret, po të ketë jetën e pasosur. Zoti s'te ka kriju sklav e me shkuan në xhehenem, te ka kriju me kjem biri ti e me kjem me përjetësi në mbretërinë e ti. Amen. Kjo lëvdua Jezu Krishti, kjo bekua Shqipëria etnike e populli shqiptar. Amen.